muajsh e gjithë Shqipëria është ngritur në këmbë kundër një sistemi të pandershëm. Një sistemi i cili është ndërtuar ditë për ditë nga majoranca socialiste, është ngritur tull mbi tull me murin e vendimeve e ligjeve që fatkeqësisht kanë rënduar shtresën e mesme. Me një sistem taksash të pandershëm që 95% mbahet mbi barrën e supet e brishtat shtresës mesme të familjeve shqiptare, e ndërkohë që pasuria shpërndahet tek 5% e popullsisë. Ky sistem i pandershëm nuk është ngritur brenda ditës. Ky sistem i pandershëm sigurisht që ka lidhje me ligjet me porosi, me vendimet, me mënyrën se si është qeverisur në këto 14 vite, me mediat që e kanë financuar atë. E shembulli par excellence, shembulli më i mirë i abuzimit e i zbatimit të një ligji që tregon se si qeveria vepron e operon sot është ligji i investimeve strategjike. Ligji i investimeve strategjike u miratua për herë të parë me një propozim qeverisë në vitin 2015. Si një ligj i cili do sillte investitorët e huaj, që do turreshin nga çdo cep i botës, e do sillnin këtu në Shqipëri investime të huaja, të cilët merrnin asete publike, merrnin prona private, leje, akses, procedura, edhe heqje taksash e favore fiskale për të investuar këtu në Shqipëri. Në përfundim të ditës, ky ligj në 10 vitet e fundit të zbatimit të tij ka rezultuar si një ligj i cili ka ndarë pikërisht këto asete, prona publike edhe prona private të marra nga familjet e qytetarëve shqiptar vetëm të një grusht i vogël njerëzish. Në miratimin e ligjit në vitin 2015 propozova disa amendamente që lidheshin pikërisht me çështjen e pronës. Me faktin që nuk ka mundësi shteti të ndërhyjë një marrëdhënie mes privatëve, ti marri tokën një qytetari, një familje, e t'ia shpronsojë atë me çmim referencë, jo çmim tregu, për t'ia dhënë këtë një privati tjetër. Këto amendime u rrëzuan me forcën e kartonëve si gjithmonë. Pa ju tharë akoma boja këtij ligji, qeveria shqiptare e solli kërkesën e parë për shtyrjen e afatit ligjit në vitin 2018. 9 herë ka ndryshuar ligji, plot 9 herë, 6 herë prej cilave për të shtyrë afatin. Shtyrja e parë erdhi me një kërkesë të majorancës. E ndërkohë që kishin premtuar që do të punonin për një ligj kuadër për investimet, e ndërkohë që janë duke punuar edhe sot, një ligj i cili nuk erdhi kurrë, por erdhi vetëm ligji i investimeve strategjike për të ndryshuar 6 herë. Kërkesa e dytë erdhi nga një grup deputetësh në vitin 2019. Kërkesë pas kërkese, ndryshim pas ndryshimi, në çdo rast janë propozuar amendamente. Ndërkohë që në vitin 2022, edhe me kërkesë të Komisionit Evropian, edhe pasi ky ligj ishte shfaqur si ligji më abuziv, i cili pa konkurrencë, pa garë të ndershme, jep asetet publike të një grup i vogël biznesesh pranë qeverisë, kërkova që ky ligj të pezullohet. E në debatin e gjatë që patëm në disa prej komisioneve parlamentare, përfaqësuesit e qeverisë me krenari e mbronin ligjin, mbronin rezultatet e ligjit e jepnin si shembull Durrës Marinën, e cila përsëri është një shembull i jashtëzakonshëm i abuzimit, i korrupsionit. Është një shembull i mungesës garës në ekonomi kur ne mund të kishim marrë një investitor perëndimor, ne përsëri zgjedhim të dyshuarit e zakonshëm të qeverisë. Në vitin 2019, në vitin 2020, në vitin 2023, të gjitha këto ishin shtyrje të ligjit të investimeve strategjike. Të gjitha këto ishin shtyrje me forcën e kartonave, deputet pas deputeti, grup deputetësh pas grup deputeti, të cilët pa asnjë kompromis ngrinin kartonin e votonin për këtë ligj abuziv, për ligjin për cilin sot qytetarët e gjithë Shqipëria është ngritur në këmbë po proteston. Vetëm pak muaj para zgjedhjeve të vitit 2025, qeveria kërkoi shtyrjen e radhës deri në 31 dhjetor 2026. Ndërkohë që kishte marrë angazhimin që ta pezullonte këtë ligj, edhe si rezultat i detyrimeve në pozicionin negociues në procesin e integrimit. Edhe si fakt i shkeljes marrëveshjes stabilizimit e asociimit, sepse i ndan asetet publike, pronat, pa konkurrencë, pa garë, sepse e vret ekonominë, sepse ka dhënë vetëm leje për ndërtime hotelesh e turizëm, duke mos tërhequr asnjë investitor të huaj. Ndërkohë, pa u zbatuar akoma shtyrja e fundit, qeveria përsëri kërkoi shtyrjen e afatit investimeve strategjike deri në 31 dhjetor të 2027-s,
E pas kësaj e shoqëroi edhe me ndryshimin e ligjit të koncesionimit porteve, që kujtdo investimi strategjik të jepte edhe një port. Ky është historiku kronologjik i këtij ligji. Kjo është e vërteta. Këto janë faktet. Atje të shkruara, e zeza mbi të bardhë, për këtë ligj abuziv. Për këtë ligj i cili sot premtohet që do të pezullohet. Për këtë ligj i cili sot është kthyer edhe në një debat të gjatë mes Shqipërisë e Komisionit Evropian. Për këtë ligj i cili fatkeqësisht tregon sistemin socialist, sistemin e pakicës, sistemin e favoreve, sistemin e marrjes trojeve publike, trojeve private, sistemin e heqjes taksave, sistemin e dhënies akses në të gjitha asetet publike, pagar. Tani, sa mund t'i besohet propagandës qeverisë? Sa mund t'i besohet atyre që e kanë ngritur këtë sistem se do t'a zhbëjnë këtë sistem? Sa mund t'i besohet atyre që sot vajtojnë me lot krokodili e thonë që e kanë fajin protestuesit, se e ka fajin opozita? Sa mund t'i besohet atyre që plot 6 herë kanë ndryshuar këtë ligj? Vetëm për të shtyra fatin. Në total 9 ndryshime, dhe asnjëherë për cilë garën ekonomi, asnjëherë për meritokraci, asnjëherë për konkurrencë, po gjithmonë për favore një grupi të vogël njerëzish. Këtë sistem nuk e zhbëjnë dot ato që kanë krijuar. Këtë sistem me ligje që kalojnë parlament si një noter i rëndomt i qeverisë, me ligje të cilat fatkeqësisht ndryshojnë për interesat ngushta, me ligje të cilat kapin shtetin, nuk e ndryshojnë dot ato që kanë ideuar, ato që kanë konceptuar, ato që kanë votuar, ato që kanë miratuar, ato që kanë zbatuar. Këtë sistem do ta ndryshojë shoqëria shqiptare. Këtë sistem gjithë bashkë duhet ta ndryshojmë. Ndoshta rezultatet kanë vonuar që të vinë sepse ky ligj ka bërë shumë dëm në ekonomi. Po zhbërja e këtij ligji është heqja e një prej tullave për të rrëzuar sistemin. Sistemin e pakicës, sistemin socialist. Sistemin që ka marrë frymën e ekonomisë, ka vrarë garën, sistemin që sot është kthyer në pengesën kryesore për zhvillimin e Shqipërisë. Vetëm duke hequr këtë majorancë mund zhvëhet ky sistem. Pak nga pak, ligj pas ligji, vendim pas vendimi, favor mbas favori. Ashtu si i kanë dhënë, ashtu duhen hequr. Këtë sistem do ndryshojmë.